Cila ka qenë emblema e parë që e ka pasu QK-ja? Që fillimisht komunikatat janë botu pa emblema. Edhe ushtarët e ushtrisë ligjëtare të Kosovës kanë pas uniforma, po nuk e kanë pas një emblem të unifikuar. Dikush i kanë pas ato të Shqipënisë, dikush veç Shqiponjen si pjesë e flamurit, po një temë të unifikuar nuk e kanë pas. Për herë të parë, në vitin 95 është botu një komunikat me një sistem të cilën e ka përgatit Emrush Xhemoli, më duket ka qenë komunikata në 24. Mirë po, pas asaj komunikate nuk është përsërit, se nuk ka qenë fort e përshtatshme për mu përdor. Pastaj, me kalimin e kohës, me fuqizimin e ushtrisë ligjëtare të Kosovës, kanë lindë dhe si domosdoshmëri që ushtria ligjëtare e Kosovës, si nga përmbajtja, me pas edhe formën, paraqitjen, me uniform, me stem të rregullt. Kështu që kryesia e Këshillit të Përgjithshëm në një mbledhje të saj në vitin 1997 më ka ngarku mua me përgatit stemen, me qenë se unë deri atëherë veç jam marrë me përgatitjen e materialeve të ngjashme propagandistike për nevojat e organizatës. Pastaj unë kam fillu me bisedu, me konsultu me shumë njerëz, edhe një kohë, derisa isha në Shqipëri, e pata taku Gjavitalitin, antarin e kryesisë, i cili rrinte ma gjatë në Tiranë për punë dhe nevojat organizate, dhe thash që Gjavit, a mundesh më ma gjetë një skulptor, një piktor apo dizajner që ta porositëm më nabo steme në UÇK-s. A i tha, une nuk di, nuk njoh nga këta njerëz, po e njoh një njeri, një antar të kryesisë së Partisë Socialiste, i cili i nje këta. Edhe i thiri, pastaj kemi ullë edhe kemi pi kafe. Ky ka qenë Fatri Sinoni, antari i kryesisë së Partisë Socialiste, dhe na shfaqën problemi, tha çështu e kemi hallin. Ai na ndëgjoi edhe pastaj tha qëre, tu në Shqipëri ka artista, ka piktor, ka dizajner, që ku dush në botë mi qu nuk të korisin, po këtë punë që po doni ju, këto ta s'mund mja bo se nuk jetojnë me ju, nuk jetojnë me problemin e juj, nuk e nin. Ma fuqishme do del një stem që ju do ta boni me 2 vija, se sa këta që do ta boni piktorët më të mirë të Shqipërisë. Ky ka qenë një moment që tani pastaj unë jam tërhek edhe jam kthy nga vetvetja dhe kam fillu mi analizu stemat, mi analizu edhe pastaj jam konsultu edhe me Emrush Xhemolin për disa fineca edhe... Megjithatë, përgjithsisht, stema e UÇK-s është ideja dhe puna juaj që nga fillim. Po, fillimisht e kam hartë, i kam vizatu, jam konsultu me Emrushin edhe pastaj këto vizatime kam shku në redaksi e Zërit Kosovës, se redaksia Zërit Kosovës ka qenë arau në qytetin ku kam jetu edhe une. Aty është përgatit Zëri Kosovës, ka vepru kryeredaktori Bislim Ilçani, kanë vepru edhe antarë të kryesisë, edhe është bëfë fëqosja. Edhe kom shku të Adnan Aslani, i cili është morë me faqiosin e Zërit Kosovës, se i kom thonë, Adnan, a munësh me realizu këtë? Po, këto vizatime me i dhonë formë në kompjuter. Pastaj e ka moraj edhe e ka realizu, kuptohet në mbykëqyrje, në konsultim përbashkët dhe e ka qitë në kompjuter, edhe pasi është qitë në kompjuter, i kemi shtyp disa ekzemplarë dhe ja kemi dorëzu kryesisë, dhe kryesia pastaj i ka aprovu këto. Të përthonë, kjo është bo me vendim
të kryesisë, nuk është bo se mua po dikune ju ka tek, është aprovu. Është aprovu, po e kisha me idenë që ka qenë ideja juaj që kjo sisteme u duk kështu si që duket. Po për formen, po, ide e jamja, po ka qenë vendim i kryesisë.